Shefi i NATO-s Mark Rutte ka thënë se Rusia po përgatitet për një konfrontim afatgjatë. Në fjalën e tij hapse në mbledhjen e ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel, Rutte ka theksuar se Rusia po vazhdon të testojë aftësitë parandaluese të aleancës dhe se ne përballemi me rreziqe reale dhe afatgjate. Ai kujtoi se Rusia ka shkelur hapësirën ajrore të vendeve aleate, ka kryer akte sabotimi dhe ka dërguar anije spiune në ujërat e tyre, veprime që i quajti të pamatura dhe të rrezikshme. Rutte shtoi se Moska po forcon bashkëpunimin me Kinën, Korenë e Veriut dhe Iranin, me synimin për të minuar rendin global. Sipas tij, vendet e NATO-s po rrisin investimet në mbrojtje, por të gjithë duhet të bartin peshën e tyre. Ai theksoi se Ukraina ka nevojë për më shumë mbështetje, sidomos tani që po afron dimri dhe sulmet ruse po vazhdojnë. Shefi i NATO-s ka bërë thirrje për rritje të presionit ndaj Rusisë dhe kjo sipas tij mund të bëhet vetëm me furnizime të vazhdueshme për Ukrainën dhe sankcione të forta ekonomike. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafin.com.